Një tjetër institucion largohet nga Vlora, mbyllet dhoma e tregtisë dhe industrisë ndërsa zhvendoset në Tiranë. Gjatë kësaj të martë ka nisur edhe largimi dosjeve dhe bazës materiale nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Vlorë, e cila gjendej pranë ambienteve të Pallatit të Kulturës Labëria. Ato tashmë do të vendosen në zyrën private të kryetarit të kësaj dhome, Arben Breshani. Dhoma e tregtisë dhe industrisë në Vlorë, sipas projektit të qeverisë, nuk do të funksionojë më në qytetin Bregdetar, por ajo do të përqendrohet në Tiranë. Pritet gjithashtu që sa i përket Vlorës, të emërohet një punonjës i qeverisë si përfaqësues i saj. Mbyllet dhoma e tregtisë dhe industrisë në Vlorë, si kundër u parashikua një tjetër institucion tashmë i ikën qytetit të Vlorës, institucion i cili kishte lidhje me biznesin. Dhoma e tregtisë dhe industrisë në Vlorë do të përqendrohet tashmë në Tiranë, ndërsa këtu pritet që të vi një përfaqësues i shtetit, i cili do të përfaqësojë pikërisht dhomën e tregtisë në Vlorë. Tashmë kjo është dita ku po zhvendoset edhe të gjithë baza materiale, ndërsa mund të themi se një tjetër institucion largohet kështu pas kadastrës, është radha e dhomës së tregtisë dhe industrisë për të ikur nga qyteti. Kjo është një politikë e qeverisë që dhomat e tregtisë t'i përqendrojnë në Tiranë, por biznesi në Vlorë nuk është dakord dhe kërkon që çdo qark të ketë dhomën e vet të tregtisë. Këtë mosdakordësi, biznesi i Vlorës e ka shprehur edhe në vitin 2024, kur kjo çështje nisi të diskutohej. Biznesi në atë kohë përgatiti edhe një letër, teksa shprehet se ky veprim bie ndesh me përpjekjen tonë të vazhdueshme për të mbrojtur të drejtën themelore kushtetuese të sipërmarrjes për të qenë të lirë, që të organizohet nga shoqatat publike apo private. Modeli paraqitur nuk jep argument se përse ekzekutivi është duke menduar të kalojë nga një sistem liberal në një sistem me antarësim detyruar dhe të rregulluar me ligj të organizimit të dhomave. Biznesi në Vlorë në atë kohë vendosi theksin tek domosdoshmëria e një analize që të garantonte një reformë efektive të sistemit të përfaqësimit të biznesit në Shqipëri, si dhe metodat më efikase të konsultimit publik. Por këto kërkesa duket se nuk u morën parasysh, ndërsa tashmë dhoma e tregtisë dhe industrisë në Vlorë nuk do të funksionojë më në qytetin Bregdetar, por ajo, si edhe disa institucione të tjera, do të zhvendoset në Tiranë.